Arian Kraja, shefi grupit të operatorit të sistemit të shpërndarjes në Shkodër, u shua për heroizmin e tij kur rreth 3 muaj më parë shpëtoi 2 fëmijë të mitur nga mbytyja në plazhin e Velipojës. Pa hezitim, ai u holl në drejtën e trazuar për t'i nxjerrë nga rreziku, por ndërhyrja heroike do të kishte pasoja tragjike për vetë të shpëtuarin. Kraja përfundoi në koma të thellë për rreth 3 muaj. Gjendja e tij shëndetësore përkeqësohej dhe më pas ai nuk arriti të mbijetojë, ndërsa 2 fëmijët fal guximit të tij sot gëzojnë shëndet. Kolegët dhe bashkëpunëtorët e tij në OSSH kanë reaguar me dhimbje të thellë për humbjen e një njeriu të përkushtuar dhe të respektuar. Gjatë viteve të tij në detyrë si shef grupi, Ariani u dallua për përkushtim profesional, ndershmëri në punë dhe përmirësinë e tij njerëzore, që e bënte të respektuar e të dashur nga të gjithë kolegët, thuhet në njoftimin e institucionit. Ngushëllimet më të sinqerta janë shprehur për familjen, të afërmit dhe miqtë e tij, duke vlerësuar guximin dhe heroizmin që do të kujtohet për herë. Arian Kraja mbetet një shembull i jashtëzakonshëm i vetflijimit dhe dashurisë për jetën e të tjerëve.